ekonomi të shkatruar me Mos e me kriminale pa kriminale, false ekonomi. Cilat politika. A keni mashtruar qytetarin? Gjatë 4 viteve kur kemi filluar na qeverinë Kurti 2. Na e kemi trashëguar një sistem ku nuk jo. Keni shpërndar 100 miliona euro para zgjedhjeve të Kurtit. Keni shpërndar 100 miliona euro para zgjedhjeve të Kurtit. Trashëguar në Kosovë politika funksionale, ekonomi të shkatruar, ekonomi të shkatruar me false ekonomist, mos e me kriminale pa kriminale, false ekonomist. Cilat politika. False ekonomist. Po 56 prona i ka shit agjencioni kosovar i privatizimit pa negocim, direkt në tavolinë. E jo në flisni këtu për shitjet. 56 prona, shumica dërmuese aty në pronave. Janë si pasojë e faktit që aty kanë jetuar persona private pronave për 50 vite kanë pas. O zotni, pse po shet pronë publike, a ke thonë që nuk edhe e nëse pse po shet? Ato janë kënd të nevojshme për jetën. A të nevojshme, a? Ata çeta tregoj atra. Ato tjera s'ka nevojshme. Jo, është e nevojshme me tregu. Mas pari ato janë shit me çmimet e tregut. Paraprakisht është marrë vlerësimi. O zoti, pse peshet pronën publike kur pe kritiko privatizimin? Pse peshet pronën publike? A madhe, jo përshitni, a? Edhe jo tash peshet. Ju ka përzi këto. Majta djallë. Do me thonë edhe jo tash problem. Linja të prodhimit për scrap. Po more, po pse po shet ti? Ato qytetarët e din, ata që kanë ato marrëveshje, ato ka qenë shtëpi të vogla, ato ka qenë sipërfaqe të vogla. Pse je të shit pronën publike kur ki thonë nuk ku me shit? Pse ki mashtruar qytetarin? Thonë që kena me ardhur me nacionalizu. Pse ki mashtruar qytetarin? Ja thonë kena me nacionalizu privatizimin, po privitet. Ja po, se më mban se të ke frek vetvendos. Pse ki mashtruar? Ke frek, kanë thonë që kena me nacionalizu ndërmarrjet. Po vazhdo me shit kur ki thonë ku me nal shitjen prona publike. A keni mashtruar qytetarin? A keni mashtruar? Asnjëherë se kemi mashtruar. A keni mashtruar kur keni thonë?